Kam qenë ateist deri në vitin 2026, por më 4 gusht të vitit 2026 në TikTok kam deklaruar që gjuha shqipe është një gjuhë neolatine nga pikpamja gramatikore dhe besoja që fjalët e shqipes janë huazuar nga latinishtja si shumica e gjuhëtarëve. Mirë po, rezulton që Titus Livius thot që ilirët flisnin latinisht, por shtypnin monedha në greqisht. Titus Livius thot që emri Gentit do të thot fis, klan, në latinisht. Gentum. Genti, forma e trajtës së shquar, nga kallëzorja. Pra gjuha shqipe ka ekzistuar që në kohën e pushtimit romak. Emri i vërtet i Gentit është Gentius, në latinisht, por në monedha shtypet Genthios. Vëllai i Gentit quheshte Caravantius, në latinisht. Fjala Caravantius vjen nga fjala karavan, që është në gjuhën perse, është dhe në gjuhën latine dhe vjen nga fjala karo. Karoja me karo bëhet karavani, është ndryshe dhe vagon që tërhiqet nga kuajt, një karo e madhe. Kjo fjalë vjen nga latinishtja. Në fjalorët e Europës thuhet fjala karavan vjen nga persishtja e vjetër. Po, është në persishtën e vjetër, por që nga dhe në ilirisht, është dhe emri Caravantius, fjalë për fjalë si karavan. Dhe kjo fjalë ka hyrë në të gjitha bijat e latinishtes, por ka qenë në ilirisht, përpara se sa të ishte në latinisht. Ky është i gjithë problemi, që gjuha ilire sillet sikur të ishte një gjuhë motër e latinishtes. Po t'ju besojmë legjendave, trojanët kanë ardhur nga Iliria për në Alba Longa, dhe trojanët i quajnë veten Alban, dhe unë gjej pllakën e varrit të Flavius Albanus në Albanopolis, i ngritur nga biri i tij, Aemilius Albanus. Që këta në emra romak, kjo s'ka asnjë pikë dyshimi. Tani vetëm romakët krijuan idenë e fisit dhe të mbiemrit, nuk ka patur mbiemra në lashtësi. Kjo është shpikje e romakëve, e albanëve, nga Alba Longa, që do të thotë trojan i bardhë. Pra Caravantius, Gentius janë primordiale dhe janë helenizuar në Genthios, dialektin e Korinthit, në monedha. Pse do thoni ju? Sepse Lisos vërtet ishte koloni helene, Dyrachion ishte koloni helene, Aulon koloni helene dhe Apollonia koloni helene. Por jo në kuptimi që grekët erdhen dhe na pushtuan, por u punësuan nga aristokracia ilire. Një lloj siç u punësuan nga aristokracia romake. Pra vërtet ilirët flisnin edhe latinisht, edhe greqisht. Atëherë ne i paskmi në vlefsuar gjyshrit tanë. Pra njeriu bëhet nën pushtimet e shumta më pak i mençur. Ilirët pas kanë qenë shumë të mençur. Po është e sigurt kjo? Titus Livius thot që të gjitha emrat ilir janë romak dhe shqiptohen si në gjuhën romake. Emrat e lumenjve janë në gjuhën motër të Romës, ilirishtja. Pra, ilirishtja është një gjuhë italike. E sigurt është nëna e shqipes, por vetëm monedhat shtypeshin në greqisht dhe emrat e varreve bëheshin në greqisht, për shkak se besimi pagan ka qenë një lloj si besimi ortodoks. Ka qenë besim grek. Zotat ishin greke. Në qoftë se ti do shkoje në botën tjetër dhe do takoje atje Zeusin, ai fliste greqisht për ilirët. Bibla e ilirëve ka qenë Iliada dhe Odisea. Këta dy libra kanë qenë si Bibla, dhjata e vjetër Iliada, dhjata e re Odisea, me një ndryshim kohor prej 400 vjetësh. Është më e vjetër Iliada.
dhe trajtohej si libër i shenjtë, dhe nga e diun këtë, nga mbishkrimet hitite, shumë të ngjashme me këngët e Iliadës, recitoheshin në festivale pagane. Pra besimi pagan ka ekzistuar gjithmonë, si varroseshin të vdekurit, si mendoni ju? Pra, Shqipëria ka mbledhur 224.000 pllaka varesh në greqisht, dhe këto pllaka varesh ishin në greqisht edhe për ilirët, edhe për ushtarët romak. Është përdorur greqishtja gjithë kohës deri në shekullin e 6 të erës sonë. Pra ne përpaksa nuk humbëm Shqipërinë, nga që nuk e vlerësonim brezin e mëparshëm të ilirëve që dinin dhe latinisht edhe greqisht. Përse na habit në kjo? Çdo shqiptar flet jo vetëm italisht dhe greqisht në mënyrë perfekte, por dhe anglisht dhe gjermanisht, 4 gjuhë huaja. Pra, përse ilirët mund mos flisnin 2 gjuhë huaja dhe ne kemi të drejtë flasim 4? Ç'është kjo zgjuarësi e shqiptarëve? Më kuptoni ku dua të dal? Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë epokal.